Përshëndetje të nderuar shikues, kishim kohë që e theshim që Rama po qeveriste keq. Ka ardhur në pushtet me zgjedhje të manipuluara, her pas here. Sidomos për sa i përket sasisë së fitores, po me një cilësi dobët zgjedhjeve, me përjashtim ndoshta të 2013. E dyta, mori shumë sovranitet kombëtar me 700 vota apo me 800.000 vota, përfaqësonte sipas shefit vet vullnetin e 4 milion shqiptarëve që janë të shpërndarë dhe këtu në Shqipëri. Dhe nuk pyeste njeri fare që bër një despot në politikën për përfaqësimin e shqiptarëve. Vurin president Kukull, i cili e shtovi dozën e dobësisë presidentit me personalitetin e vet të dobët dhe me detyrimin që kishte ndaj atij që e zgjodhi nda Ramës, duke dajtur një njeri përullur përballë kryeministrit dhe duke harruar që ai duhet të mbajë sovranitet në popull dhe në gjitha takimet ndërkombëtare duhet të ishte ai që ta përfaqësonte Shqipërinë dhe jo Edi Rama. Megjithatë duhet një president nga populli që të ketë në ligj fuqi shumë më të madhe dhe të jetë i kontrolluar nga një këshill presidencial të rregulluar këto nëpërmjet ligjit, pra duhet të ketë një kontratë të re. Arsyeja e dytë ishte se Rama u bë një kukull sioniste në artën e aleancave të fuqisë botërore. Ai u lidh me Amerikën dhe Izraelin pa qenë e nevojshme ta bënte një gjë të tillë. Nuk them që duhet të ishte armik me ta, por duhet të fliste me një gjuhë paqe me për ngjarjet në lindjen e mesme, luftën, sidomos genocidin kundër popullit palestinez. Unë nuk jam antisemit në asnjë mënyrë dhe nuk jam kundër askujt, jam vetëm një nacionalist dhe si shumica absolute shqiptarëve e historisë e vlerave tona kombëtare, e popullit tonë, ADN-s tonë, e historisë tonë. Dhe nuk kam asnjë lloj urrëtie kundër askujt, qoftë edhe kundër atyre që na kanë bërë keq, si serbët, grekët, sidomos 100 vitet e fundit, por që sigurisht kjo s'do të thotë që ne nuk duhet të reagojmë ndaj çdo veprimi që ata duan të bëjnë kundër shqiptarëve me të gjitha mënyrat. Dhe qoftë me diplomaci, me dituri, me mençuri, edhe me luftë, po të jetë nevoja. Por ka pasur fat Shqipëria që këtu ka pasur pak sionistë. Kanë qenë rreth 200 veta kur filloi lufta e dytë botërore dhe u bën 10 deri 20.000 veta kur mbaroi lufta e dytë botërore. Është një nga vendet që ka streuar më shumë dhe një nga vendet që futut janë shtuar gjatë luftës së dytë botërore. Ju e dini që në Selanik, që ishte Jeruzalemi i Ballkanit, ku ka pasur rreth 60.000 në 150.000 banor, kanë qenë në Gjuish, grekët të irrituar nga marrëdhëniet me fqinjtë e tyre Gjuish dhe shqiptarët atje dhe maqedonësit, nuk u shqetësuan as pak kur gjermanët morën rreth 45.000 Gjuish dhe internuan, i vranë dhe një pjesë tjetër arriti që shpëtovi dhe përsëri disa nga këta i kanë shpëtuar shqiptarë dhe kanë bërë shumë mirë. Edhe prap do të bëjnë shumë mirë në qoftë se çdo lloj populli do të ndodhet në vështirësi dhe do të kërkojnë ndihmën tonë. Por ata duhet ta dinë që ne dim t'ju vëmë dhe gardh edhe mikut dhe armikut, se edhe me mikun duhet ta mbash gardhin. Rama u armiqësua me Evropën, unë e kisha thënë. Tashi, në planin e brendshëm, përveç që i dëboj shqiptarët nëpërmjet rritjes së çmimeve të apartamenteve, që është një nga arsyeja, nëpërmjet trajtimit të miqve të vet, të oligarkëve, në mënyrë preferenciale, duke ndihmuar vetëm ata për të vjedhur tenderat e shtetit dhe për të marrë privilegje nga qeveria për të
bërë investime nëpërmjet grabitjeve të shqiptarëve, një pjesë prej tyre. Dhe nuk rriti pagat dhe pensionet të punonjësve të administratës, por të detyronte edhe privatët, duke ju vënë çmime më të larta të pagave minimale për punëtorët, të cilët duhet të rinin këtu dhe të nxiste, të krijonte incentiva për të zhvilluar sidomos sektorin e bujqësisë, I cili ka mbetur shumë I prapambetur për shkak të politikave të gabuara të qeverisë. Nuk përmirësoi infrastrukturën në disa nyje të rëndësishme strategjike të vendit që me pak investime mund të ishin rregulluar. Ndërsa buxheti u rrit 3 herë, 3 fish, rrogat nuk u rritën as 10% gjatë 13 viteve pra nuk kam pasqyruar as rritjen e inflacionit, pra pagat duke ngelur në vend ose duke u rritur shumë pak me 10%, kanë bërë uljen e nivelit të jetesës për shkak se inflacioni këto 13 vjet ka qenë shumë më lart se 10%, pra ai nuk ka arritur dot të ruaj nivelin e jetesës të vitit 2013 të punonjësve. Dhe në politikën ndërkombëtare, siç e thash, Rama filloi t'ju nënshtroje sionistëve duke ju dhënë atyre kontrollin mbi gjithë jetën ekonomike, ushtrinë, bankingun, është bërë për vete miliarder duke kontrolluar një bankë, Amerikan Bank me gruan e tij, duke u bërë aksioner bashkë me atë konsullin që ka caktuar atje në Izrael, bankës elektronike që është bërë këtu që synon të zhduk gjithë bankat e tjera pas disa vitesh dhe të ngelet banka e tij elektronike e para Lokomotiva, ku shqiptarët që do ta kundërshtojnë ai mund t'ju heqë numrin e llogarisë elektronike dhe mund t'i lërë pa lek dhe të bëhet një diktator I madh. Pra politika e brendshme dhe gjeopolitika e tij sollën irritimin e madh të shqiptarëve. Unë mendoj që duhet të mos lejohet shitja e tokës në asnjë mënyrë tek tuajt. Mund të blejnë shtëpi, banesa, të jetojnë këtu, po jo toka është e shqiptarëve, jo pasaporta për tuajt, asnjë pasaport. Shtetësia vetëm e shqiptarëve. Kush doj të vit turist, kush doj të vit të punoj këtu me lej të përkohshme, kush të doj të vit të bëj biznes, sipas ligjeve të shtetit shqiptar, shteti është I detyruar të mbrojë të gjithë biznesmenët dhe investitorët, qoftë shqiptar, qoftë huaj, në mënyrë të njëllojtë me ligjet shqiptare dhe të mbrojë të drejtën e tyre për të fituar sipas ligjeve të vendit, por jo tokë. Tokën e kanë lënë të parët dhe do ta mbrojmë me çdo lloj mënyre, jo pasaporta, jo në shtetësi. Raca jon duhet të jetë vetmja që ta trashëgoj këtë tokë dhe qytetarin e këtij vendi për të vendosur për fatet politike të vendit. Kështu mbrohet vendi kundër planit Kalergji. Tashi, ekziston një skemë e madhe botërore, siç u kam thënë vazhdimisht, për të skllavëruar njerëzit. Edhe ne nuk ndryshojmë nga objektivat e këtyre të mëdhenjve që bashkohen këtu në këtë pikë të gjithë, për të bërë monitorimin e qyteteve nëpërmjet kamerave, pra duke bërë një burg të madh të hapur, duke u nënshtruar vendimeve që merr organizata kriminale botërore e shëndetësisë për pandemitë ose plandemit që I quajnë, që do të ketë prapë mbas luftës botërore që këta synojnë të krijojnë. Këta duan ta ndajnë sipas një vendimi të Klubit të Romës që në vitet 70 ca në 10 rajone dhe duan të sjellin rusët deri në Bullgari, Rumani, Poloni, vendet baltike, duke bërë një rajon të vetëm të këtyre zonave afërsisht siç ka qenë Evropa lindore dikur në kohën e komunizmit, por Shqipëria është lënë bashkë me Greqinë, Sirinë, Kroacinë, Sloveninë dhe Turqinë është lënë në Turqinë evropiane, është lënë në Bashkimin Evropian. Po këto nuk do të bëhen pa luftë, do të bëhen me luftë. Amerika do të tërhiqet nga NATO-ja dhe
do ty në konflikt me Evropën, po këto janë të stisura këto konflikte, do marrë Kanadan dhe Groenlandën. Dhe do jenë një rajon më vete. Meksika e poshtë do t'jenë një rajon më vete që janë vendet latinoamerikane. Kina do jetë një rajon më vete, Japonia me Australinë rajon më vete, Afrika do t'jetë pjesa kryesore më vete, Afrika qendrore, Afrika e Jugut do t'jetë rajon më vete bashkuar me Madagaskarin dhe me disa vendet tjera, po këto pak rëndësi ka. Ajo që është e rëndësishme është që mbas këtyre qëndrimeve të shkëlqyerat popullit shqiptar këto ditë për të përmbysur Ramën, duhet edhe një kujdes i madh nga ngjarjet në rajon. Këta që deshin të merrin kontroll Shqipërinë, sionistët dhe e kanë marrë, kontrollojnë ushtrinë, ne u thash bankingun, kanë filluar të futen bujqësia, kanë vënë syrin, sidomos myzeqes për të bërë kibuce, për t'i bler ata tokat dhe tokat e tjera në Shkodër, Zadrim, në fushën e Shkodrës, duan të marrin, ja kanë vënë syrin fushave të Korçës, fushave të Vrinës, dhe kjo nuk duhet lejuar në asnjë mënyrë. Dhe një nga gjërat kryesore është mos lejohet shitja e tokës, mos jepen pasaporta për tuajt. Këto janë dy pikat kryesore që duhet të bëjë çdo qeveri pro-shqiptare që vjen në pushtet. Dhe unë mendoj që ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm, sepse këta sionistët të irrituar nga qëndrimet e shqiptarëve mund të na kthejnë armiq të idhur dhe të krijojnë ndonjë luftë të stisur siç kanë bërë gjithmonë duke furnizuar serbët me armë. Ju kanë dhënë $1.9 miliard armatime së fundmi Vučićit. Përse i merr këto armatime Vučići? Për çfarë i do? I do sigurisht për Kosovën. Ata kanë ata objektiv të parë. Dhe nëse në një kaos ndërkombëtar zhvillohet një luftë mes Evropës dhe Rusisë, ky do përpiqet të luftojë me shqiptarët për të marrë Kosovën. Dhe ne duhet jemi të kujdesshëm me miqtë tanë, aleatët tanë që kemi, siç janë gjermanët, austriakët, që janë aleatët tanë të përhershëm, por dhe me Italinë, e cila nuk do daljen e Serbisë afër detit me Malnezi që të dalë në Adriatik. Pra duhet të jemi shumë miq me këto vende, sepse Amerika do të largohet, do të mbyllet atje në perëndim, dhe ne duhet të bashkëpunojmë me Evropën, sidomos me Gjermaninë dhe me Austrinë, por dhe me Turqinë. Ne e kemi një aleat pavarësisht nga problemet e mëdha që ka patur populli shqiptar, nga dashurit dhe urrëtiet historike 500 vjeçare, por miqtë dhe armiqtë janë gjithmonë në politikën e jashtme të përkohshëm. Megjithatë, Gjermania dhe Austria, për shkak se nuk duan fuqizimin dhe daljen e slavëve në Adriatik, janë aleatët tanë natyral. Prandaj duhet të shikojmë edhe këto probleme dora dorës, por kryesorja është të largohet Rama. Asnjë pikë tjetër. Largimi i Ramës, pastaj duhet krijohet një parti nga protestuesit, një parti e shqiptarëve që kërkojnë ndryshim kundër politikës së vjetër, të oligarkëve të politikës që sot kanë mbetur Berisha dhe Rama, pasi Nano ka ikur nga kjo botë, që ka qenë një nga oligarkët e parë, dhe duhet të kërkohet pasaj një qeveri e përkohshme, e cila në zgjedhjet lokale të bëjë dhe zgjedhjet e përgjithshme, të jetë krijuar një parti e fuqishme nga protestuesit, ku të zgjidhen njerëzit më të mirë, më të shkolluar, më të qëndrueshëm dhe më të pa kompromis për të bërë me
sa të kenë mundësi plugimin e politikës së vjetër dhe sjelljen e një mundësie të re më të përgjegjshme, më adetare në qeverisjen e vendit dhe që të lejohen elitat të qarkullojnë në Shqipëri dhe të mos na bëhen dhe këta si Berisha, si Rama, ata që do të vinë, si Hashim Thaçi që tentoi që nga lufta të mbeteshe vetëm ai lider dhe gaboj duke krijuar një opozitë të madhe të cilët shkuan ke vetëvendosja pasi abuzoi me pushtetin dhe këto nuk kryen me vullnetin e liderit të vetë liderit, po këto kryen nëpërmjet institucioneve të cilat balancojnë fuqinë, lejojnë demokracinë dhe lejojnë qarkullimin e elitave të reja politike që me sa duket do të krijohen për shkak të një pezmi të madh që kanë shqiptarët. Duhet të vinë dhe nga diaspora këto ditë për të dhënë kontributin e tyre dhe goditjen e madhe me që kanë kundër rezistencës Ramës, i cili qëndron me patericat e sionistëve, por dhe të trumpistëve sigurisht, dhe të mos lejohet që kjo betejë të bëhet një betejë mes dy të majtave të Erion Veliajt dhe të Ramës, i cili duket sikur ka tradhtuar sionistët duke u lidhur këta sorojistët duke u lidhur me Trumpin, por në fakt ata prap janë të gjithë bashkë, se dhe sorojistët janë sionistë, por armikur më të madh ata sot kanë Trumpin dhe kërkojnë ta shfrytëzojnë në këtë protestë në Shtetet e Bashkuara duke paraqitur si një rezistencë shqiptarëve kundër familjes Trump. Në fakt shqiptarët nuk e kanë me familjen Trump, e kanë me sionistët në radhë të parë dhe në radhë të dytë e kanë me këdo që do përpiqet me grekët, me serbët, me këdo që mund të përpiqet të asfiksoj me mënyra djallëzore ose me forcë kombin shqiptar. Ne kemi kaluar dhe peripesit të tjera dhe kemi mbjetuar dhe do të mbjetojmë edhe në këtë periudhë të vështirë. Jemi duke kaluar një periudhë shumë të vështirë në politikat botërore. Prandaj, duhet jemi të mençur dhe duhet veprojmë shpejt. Rama ka dy rrugë, të dorëhiqet nga dhuna ose të dorëhiqet nga arsyeja, në qoftë se i ka ardhur, që është e vështirë të vijë diktatorëve arsyeja, që ka treguar historia me përjashtim të rasteve të ralla, të dorëhiqet dhe t'ju lëshoj vend proceseve të reja, institucionale, demokratike, ku kryesorja është një qeverisje e përkohshme që të rregullojë, që mund të quhet një asamble kushtetuese të rregullojë kushtetutën të qeverisë dhe vendin për një kohë të shkurtër dhe në vitin tjetër kur mund të bëhen bashkë zgjedhjet lokale dhe zgjedhjet e përgjithshme, ku duhet të ndryshohet sigurisht kodi elektoral, mos kenë në dorë me komisioner ato partitë historike të cilat këtu do përpiqen ta mbajnë bisedën që të mbetet kodi vjetër zgjedhor, por ai kod duhet flakur në koshin e plerave dhe të gjitha palët duhet kenë akses dhe mundësi për një votim të ndershëm dhe të rregullt. Dhe pastaj, mbasi të ndodhin këto, sigurisht që drejtësia ka punën e saj për të gjykuar cilin do për ato që ka berë. Pra, një kërkesë duhet. Rama jep dorëshën. Rama jep dorëshën. Qofse ndodh kjo, pastaj hapet rruga për të gjitha këto rregullimet, ku një nga objektivat kryesore do jetë ulja e çmimit të banesave, sponsorizimi me sa mundet i bujqësisë, rregullimi disa akseve të rëndësishme të komunikacionit rrugor,
mos lejimi, ndryshimi ligjit për tokën për të huajt dhe për pashaportat. Këto do t'jenë disa nga gjërat kryesore. Pastaj janë dhe ato zonat e mbrojtura të gjitha, patjetër që vinë me radhë të gjitha. Pra duke ulur çmimin e banesave nëpërmjet asaj taksës 8% që paguhet në bashki të kaloje gjitha për çiftet e reja që martohen t'i ndihmojnë me fonde nga bashkia ose me banesa, të cilat i ka vjedhur ky Lali Pleu këtu her pas here dhe ka bërë çka ka dashur shefi, por të mos e lejojmë që kjo lëvizje të jetë midis Erion Veliajt dhe Edi Ramës. Dhe kjo realizohet me pjesëmarrje të lartë dhe mos lejimin që këtë lëvizje ta marrin përsëri sorosianët e Birnit. Por këtë lëvizje duhet ta kontrollojë populli shqiptar. Të gjithë të rinjt që dalin atje në shesh të jenë të kujdesshëm dhe rezistent për të mos lejuar edhe këto partit e vogla të mos marrin aty asnjë që të dalin aty në krye protagonizëm. Por këto partit e vogla më pas, ata që do krijojnë këtë lëvizje politike të kësaj lëvizje të madhe rezistence, mund të shikojnë aleancat se me kë mund të bëjnë, ndoshta këto partit vogla mund të grumbullohen për të mposhtur dy të tjerat, të grumbullohen bashkë dhe të bëjnë një front të madh popullor për t'i përmbysur këta dy dragonjt e vjetër të kalbur tashmë dhe antipopullor, Berishën dhe Ramën, të cilët janë një simbiozë e të keqes dhe pengesë e zhvillimit të Shqipërisë dhe të popullit shqiptar për të ecur me një perspektivë sa më pozitive dhe të mirë. Tung tung.